Që ndohë që mi të dashur nga inserti, megjithatë nuk mund të mos të qëndrojmë tek dëshmitarët, tek ata që e panë në vetë parë dhe sërish nëse për datën 24 janar menduam se pati një përgjigje disproporcionale nga ana e policisë, do na duhet një emër i ri për atë që pam ditën e djeshme, mbi të gjitha edhe për dëshpërimin e propagandës dhe mjeteve të propagandës për ta konsideruar dhunë ndaj policisë dhe jo dhunë policore. Zia Ismailin kam në studio, mirëmëngjes, doktor, deputet, mirëmëngjes. Dakor, megjithatë, si doktor, çfarë pedje? Faleminderit për ftesën, faleminderit gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Ajo që po ndjej është një skenar i përgatitur dhe i mirë organizuar nga policia e pushtetit, jo nga policia e shtetit. Pra, jemi në një situatë që nuk mund të themi më se kemi një polici shteti që mbron gjithë qytetarët e vet, po kemi një polici pushteti. Ky është versioni më i mirë që mund të themi. Për qenë elegant. Për qenë elegant, pasi ajo që pamdje nuk mund të dallonin nga forca paramilitare ose nga grupe të tjera të organizuara të cilët në mënyrë barbare ulshuan mbi qytetarët e pambrojtur, pa patur asnjë lloj dallimi për moshat, për pjesë të tjera. Ishte dhunë paradhënia ajo, se te parlamenti ndodhi gjithë. Ajo ishte një dhunë tamam paradhënie, pasi njerëz civil, të cilët ishin në mes të qytetarëve, filluan në mënyrë të papritur, ku gjenin grupe njerëzish, të sulmonin me molotov, me gaz lotësillës, sulmonin qytetarët duke dëmtuar një pjesë të mirë të tyre. Mediat thonë që me molotov keni sulmuar ju, mediat afër pushtetit, le themi. Nëse do të referohemi prezencës që ne kemi qenë në teren gjithë kohës së protestës, po dhe pamjeve të tjera filmike, vërtetohet qartë se situata përpara parlamentit nuk ishte situatë që qytetarët hodhën molotov mbi policinë e pushtetit, por ishën civilët, të cilët kanë provokuar, meritojnë që të thosh forca paramilitare me gaz lotësillës të skaduar dhe me bomba molotov duke lëshuar në mes të turmës. Se nëse do të ishin vërtet qytetarët që do të hedhin molotov drejt policisë, do të hedhin policisë, nuk ishte pse të ishte të plasin mes turmës dhe të dëmtonin qytetarët që ishin. Ka pasur infiltrime të kësaj natyre, po thonë? Absolutisht, ishin civil me kapuç në kokë, të cilët provokonin her pas here turmën, provokonin edhe një pjesë të deputetëve, duke i shtyrë që me çdo kusht i fusin në skenarën e tyre të brendshëm dhe reaguan në atë mënyrë barbare, duke rrethuar këtë pjesë të qytetarëve që ishin para parlamentit dhe duke shpërndarë pastaj në mënyrë të dhunshme nëpërmjet përdorimit të molotovit, gazit lotësillës dhe të ujit me presion nëpërmjet makinerive të tyre. A mendoni se si do e konsideroni protestën e djeshme? Politikisht. Politikisht protesta e djeshme ishte një pjesëmarrje masive e gjithë qytetarëve. Nuk ishin vetëm simpatizantët apo anëtarët e opozitës apo të Partisë Demokratike, po ishin shumë qytetarë të Tiranës që u bashkuan protestës, qytetarë të ardhur nga gjithë Shqipëria, të cilët janë të revoltuar mbi qeverisjen dhe mbi mënyrën se si po kërkon të mbajë me dhunë kryeministri i Shqipërisë pushtetin. Është një pushtet i cili aktualisht kam bindjen absolute se nuk është më në dorë të kryeministrit, është një pushtet që do të jetë në duart dhe është në duart e popullit. Populli është ai që do ta ketë fjalën vet dhe këtë do ta shikojmë në datën 20 shkurt, e cila është një datë shumë e afërt dhe shumë e shpejt. Po doli shumë shpejt kjo data, gjatë protestës doli data 20 shkurt. Absolutisht, pasi qytetarët e kërkonin me çdo kusht që kjo protestë jetë e vazhdueshme dhe kjo protestë jetë ajo mënyrë e cila do ta rrëzojë këtë qeveri nga pushteti. Kjo ishte kërkesa e mirë e qytetarëve që detyroi edhe Partinë Demokratike të marrë një vendim të kësaj natyre për të afruar datën e protestës për të lënë datën 20 shkurt. E kuptoj. Na duhet në fakt një këndvështrim pak më i ftohtë, se ndoshta këtu mediat çuditërisht janë në dy kampe dhe secila pretendon që thot vërtetë. Nga njëra anë është Syri që pretendon se transmeton pamje dhune shtazarake, ndërkohë është gjithë panorama mediatike që akuzon opozitën dhe qytetarët